Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa sallim ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran ila yawmiddin. Falënderimi takon Allahu Jalla Jalaluhu. Përshëndetje tona I dërgoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar të pranishëm, fillimisht me lejoni të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Një prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e bënte Rasulullahi alaihi salatu wassalam ishte edhe kjo: Allahumma ja'al khayra ayami yawma alqaq. O Zoti im, o Allahu im, bëje ditën time më të mirë, ditën më të privilegjuar, ditën më të vlefshme timen, atë ditë kur do të takoj unë ty. Bëje ditën më të mirë, atë ditë kur unë do të takoj ty. Wa khayra umri awakhirahu. Edhe bëje jetën time më të mirë, fundin e saj. Bëje jetën time më të mirë, më të lumtur, më të suksesshme, më me ibadet në fundin e saj. Wa khayra amali khawatimahu. Dhe bëje punën time më të mirë në përfundim të saj. Pra kjo dua I përmbledh 3 gjëra. Fillimisht e përmbledh ditët e jetës që më qenë dita më vlefshme, më e mirë, atë ditë kur e takon Allahun Gjelle Gjelaluhu. E kjo është normal që ka për qëllim me qenë faqebardh, me qenë musliman, sikur se thot Allahu Gjelle Gjelaluhu: "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dhe mos vdisni ndryshe, mos lejoni me vdek tjetërshysh, përveç se duke qenë qysh musliman. Për që ata ne kemi linë si musliman, jetojmë inshallah si musliman, edhe në fund mundohemi me dorëzu shpirtin Allahut Azza wa Jall si musliman. Pastaj I thot: "Wa bëje punën time më të mirë, bëje jetën time më të mirë, jetën e ditëve të fundit." Ato momente kur është caktimi I xhelit, kur vjen caktimi I Allahu Xhalla Xhelalu për me vdek, ato I let jesin jeta më e mirë. Për atë njeriu duhet me punu të jetën jo vetëm në Ramazan, jo vetëm jashtë Ramazanit, mirë po sa është gjallë, për arsye se Allahu Xhalla Xhelaluhu I drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke I thënë: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Dhe falendero Allahun Xhalla Xhelaluhu, madhroja atë, lartësoja atë, bindju atij deri në momentin e vdekjes. Gjithashtu pjesa e tretë e duas përmban punën dhe veprën që pejgamberi alayhi salatu wassalam në një prej haditheve ka thënë: "Innamal a'malu bil khawatim." S'ka dyshim se veprat shpërblehen sipas fundit. S'ka dyshim se veprat punë shpërblehen sipas fundit. Është shumë gjë normale nëse një njeri e merr me qira për me pagu dhe me punu diçka të tij, nuk ja jep të hollat në fillim në ora 7 në mëngjes. Mirë, po kur jep të hollat? Ja jep në fund, pasi që ta përfundon punën e tij dhe pasi që halon nuk I është tharë ndirësa e tij, është mirë me ja jep hakin ashtu siç e keni pas kontratën dhe marrëveshjen me të. Për që ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na nxit dhe stimulon që veprat e mira janë sipas fundit, ndërsa ne jemi në fundin e muajit Ramazanit. Jemi në ditët më të mira që ekzistojnë gjatë vitit dhe natët më të vlefshme që ekzistojnë gjatë vitit. Për arsye se ka ditë mirë po është një. Është Yawm Arafa, dita e Arafatit është vetëm një. Dita e Ashurës është vetëm një. Ndërsa natët dhe ditët e Ramazanit janë sa 10, 1 + 0 10. Domethënë nuk është një ditë 2-3, mirë po janë 10 ditë. Edhe Allahu Gjelle Gjelaluhu në fund të 10 ditësit e kalon kont Lejletul Qadrin, natën e Kadrit. Ka mujtë Allahu Azza wa Jall edhe ka qenë e ditshme kur është nata e Kadrit, sikur se është e njoftur të ne që nata 27, mirë po nuk është e qelluar. Allahu alem, kurkush nuk e din se kur është nata 27, po si do të jetë kur ka dalë pejgamberi alayhi salatu wassalam me njoftu ummetin dhe popullatën, me njoftu shokët e vet, I ka bërë 2 muslimanë të cilët ishin cukru, të cilët ishin hidhnu me veti, të cilët I kishin ngrit zanat afër xhamisë, dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam umur me atë problem, ndërsa Allahu Gjelle Gjelaluhu ja harroi nga mendja e tij pejgamberit e Islam përmes me tregu. Dhe urtësia e kësaj është që ne të bëjmë ibadet 10 ditë, jo vetëm me 1 ditë. Nuk hihet në xhennet me 1 ditë, o vëllezër dhe motra. Nuk hihet në xhennet kur I jep 5 euro zeqat.
Nuk hihet në xhennet me agjëru vetëm natën e 27 ose ditën e 27. Nuk hihet në xhennet vetëm një xhumë me fal. Nuk hyhet në xhennet vetëm me një bajram me fal. Nuk hyhet në xhennet vetëm me thonë se unë e kam zemrën e paqë, nuk i bëj kurkuj në sherr e as nuk e lëndoj askënd. Mirë po në xhennet hyhet me vepra dhe me punë. Për këtë pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka bërë këtë dua dhe ne e bëjmë se o Zot bëre jetën tonë më të mirë në fundin e saj dhe ditët më të lumtura ditën që do të takojmë ty. Prej çuditërave të muajit të Ramazanit. Keni dëgjuar shumë për Ramazanin, nuk do të flas rreth rregullave, rreth vlerës së Ramazanit, mirë po do të flas disa çuditëra, disa ndolli, tregime të cilat kanë ndodhur në Ramazan. Jo të ne ndoshta, se ka edhe të ne as i burra, as i gra, as ata njerëz të cilët dhurojnë e ndihmojnë, mirë po kjo është një shtet prej shteteve tjera. Një person e kishte fëmijën smut, vajzën e tij të vogël e kishte smut me një smundje të rëndë. Dëgjoni këtë tregim është prekës interesant. Nëse ka mundësi pak më shumë qetësi, nëse jo atëherë ne pe ndërprejmë dersën dhe po ju ndëgojmë juve. Një njeri e kishte vajzën smut. Vajza e tij shumë e vogël dhe me një smundje shumë të rëndë. Spitali prej shtëpisë e tij ishte larg parafërsisht 200 kilometra. Nuk kishte makinë, nuk kishte mjete, domethënë me dërgu sa herë kërkonte mjeku terapinë, me shku me kontrollu vajzën e kështu me radhë. Pa prit mas dëgjon një njeri një pasanik. Jo miliarder, jo milioner, po pasanik i thjesht, domethënë afarist me disa biznese të vogla të tij. Asi biznesmena na kena shumë pej. Qasi biznesmena sikur se ai kena shumë, mirë po zemrat e këtyre biznesmenave nuk janë sikur se zemra e atij pasaniku dhe atij personit. Kur dëgjon për këtë rast, shkon e merr një makinë, e blen një makinë tre, jo të shtrajt, jo luksoze, dhe e merr shoferin e tij me vete, me dy makina, me makinën e tij personale dhe makinën e re. Edhe interesohet ku është ky person, ku e ka shtëpinë ky person, ku është ajo vajzë smut e cila do të thonë kërkon shërim, mirë por nuk ka mjete më shëru. I tregojnë se është në filan vendin. Edhe kur hyn aty troket, thot selam aleikum, aleikum selam, thot ai filani, po thot kam dëgjuar që e keni vajzë smut, thot nuk i mundsi me shëru, nuk i mundsi kështu, thot po, thot kush je ti? Thot nuk është me rëndësi kush jam unë. Dhe fut dorën në xhepin e tij. Aty e kishte çelsin e makinës tre, jo të bajtme, jo dhe me thonë e bleme në për otpada apo në vendet ndryshme, po e re prej salonit, i nxerr çelsat dhe kjo është makina jote që ki me dërgu vajzën me shëru, edhe kur të shërohet kjo makinë do të jetë e vajzës me lejnë Allahut Azza wa Jall. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Që është farë njeri, që është farë zemre. Na kena kësi njerëz, kena nevojë me ndihmu njerëzit. Mirë po s'po kena do me thonë zemër me ndihmu edhe qysh me ndihmu. Nuk është patjetër me i dërgu makinë. Normal e kemi kushtet e rënda edhe ne në Kosovë. Mirë po a ki mundësi me ja dërgu 50 euro? A ki mundësi një lloj terapie? Wallahi shumica në për familjet tona kena njerëz smut e cilët nuk kanë terapinë me e ble. Edhe terapia dihet parafërsisht. Nëse se din, shko vete në barnatore, vete farmacistin, thuj filani çka merr, cilat hapa i merr çdo. Bleni kese hapa shkoqohet për Ramazan për hir të Allahut Azza wa Jall. E kish problem. Kjo është ngjarje interesante në Ramazan, për arsye se njeri as nuk e njeh, as nuk e din, as nuk e ka fes, as nuk e ka në gjak, ja dërgon makinën e re, edhe thot nuk është më rëndësi kush jam unë, selam aleikum, bën dua inshallah Allahu ta shëron vajzën tënde. Gjithashtu për çuditëve të Ramazanit është se një njeri jo musliman në një vend të Afrikës. Para se më ardh Ramazani, ju e dini se ne e fillojmë Ramazanin me shikimin e hënës. Edhe pse ekziston takvimi, po prapë se prapë mirë është me e pa hënën, edhe shumë njerëz, shumë vëllezër, shumë motra dalin ndoshta në natë para Ramazanit, pasi se plotësohet 29 ose 30 i muajit para Ramazanit, dalin me shiqu hënën. Ky njeri pa besimtar. Në fshatin e tij shumica musliman. Edhe normal se i kanë pas tolerancë ndërmjet vetë dhe mirëkuptim fet, sikur se ka tolerancë dhe mirëkuptim në fet që jemi në Kosovë. Thot, pasi që i pashtot muslimant një natë ishin mbledh, edhe i kishin qu kryt të nënë se cili prej tyne. Edhe të bo dua, i kishin qu durt. Kjo musliman, kjo s'po din çka ka bëhet. Thot, sikur se me prit një njeri, me jep një dhurat, ose me përgëzu me një hedije, me thonë që prit e prej qiellit, o ka të vjen kjo për ty. Se cili tha, shikon të lartë dhe i qënë të durt, bën të dua, tha unë nuk disha çka ka bëhet. Tha, kur e morën vesh ta momentin se është pa hana, ka dal hëna dhe me thonë, e muajit Ramazan, tha kam fillu, tha Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Tha
nisën me knu, tha, s'po di që ka bëhet. Tha, thusi, tha, pe i presin qilsat e qiellit, tha, çka është të bo me ta? Mirë, tha, urrojshin një tjetrin për herë, Allahu na pranoft, Allahu kështut, Allahu kështut. Tha, unë s'dish Allah akoma çka ka bëhet. Nëse tha, filloi muaj Ramazanit, tha, tha, ajo, tha, që ata e pritshin aq me gëzim dhe aq me mallëngjim, thusi është diçka shumë e mirë për ta. Mirë, po tha, kur e mora vesh çka është ajo, tha, ajo ishte privim, ndales, e ngrënjes, pijes dhe marrëdhënieve intime me bashkëshorte gjatë ditës, jo një ditë, po një muaj ditë. Thash, subhanallah, thash, që ta njerëza për çdo janë gëzua, a për çdo e kanë çu durta, a për çdo kanë këshyrë qiellin larta. Mirë, tha, filloi Ramazani, tha, e mora vesh se nuk duhet me hangër dhe me pi, tha, edhe unë e vazhdova me ta. Unë jo musliman hala, po tha, vazhdova, tha, me ta. Nuk hajt, thasha, deri sa bëj ke ezani akşamit. Kur thirr ke ezani Allahu Akbar, tha, unë bëjsha iftar, tha, po nuk disha, tha, as pse po ngjinoj, as qysh me ngjinu, tha, po kryesorja disha si s'bën me hangër, me pi dhe me flet me gru gjatë ditës. Tha, në sabat, tha, ata shkojshin mu fal, normal, tha, në nuk shkojshin në xhami, tha, mbas një kohë, tha, mu lakmu, mu bo e dasht me të unë, tha, me fillu, tha, me fal namazin e taravis. Vetëm tërgimin edhe për përfundoj, se hoxha, po thot, ka kalu koha e duhur. Thot, fillova me shku në xhami me ta me fal namazin e taravis. Thot, unë nuk isha musliman, bëjsha ruku, bëjsha sejdë, i çojsha durrë, ata tha, s'disha çka ka bëhet kur gjova. Mirë, tha, përfundoi, tha, Ramazani, tha, kur në natën e fundit, parafersisht natën 27, tha, po mshe imami prezent aty, edhe tha, pojti, tha, si fytyrë e re, edhe diti, tha, që unë jo musliman, tha, mu afru, tha, mirë se ka ardhur, tha, mirë se vëgjej. Tha, ke pranu islamin për herë? Tha, jo hala. Tha, ki thonë shahadetin? Tha, jo hala. Po çka po bën? Tha, unë tha, po bëj, tha, çka po bën krejt muslimant. Tha, ti po bën çka po bën krejt muslimant. Po falesh, po agjeron, po vjen xhami, domethënë, po lutesh krejta, po shahadetin, tha, se ki thonë, amtën. Tha, çka duhet me thonë unë? Tha, ti duhet me thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Wallahi tërcet çohen. Tha, unë thash këtë shprehje, këtë shahadet, tha, edhe Ramazani, tha, o bo sebeb, tha, që unë më udhëzu, tha, në rrugën e Allahut Azza wa Jall, dhe sot, tha, janë një prej atyre mezinave në atë xhami që unë e thiri ezanin në xhami. Nuk ka qenë musliman. Prezente kanë edhe këtu një vëllai i cili nuk ka qenë musliman, po Allahu Jalla Jalaluhu e ka udhëzu. Na musliman jena, nuk agjerojmë, musliman jena, nuk falem, musliman jena, në xhami nuk shkojmë, musliman jena, nuk e ndihmojmë dhe nuk dhurojmë një tjetrin. A thua vallë, çfarë muslimanizmi kemi na dhe çfarë shqiptarizmi kemi na që i thojmë vetit muslimanë shqiptar, mirë po obligimet ndaj Zotit nuk i kryejmë. Fatkeqësisht kam mbetë edhe diçka më thon, mirë po për shkak të kohës inshallah besoj që nesër promë vazhdojmë. Allahu ju shpërbleft për sabrin dhe durimin e mirëkuptimit që patet. Allahu ju nderoft. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.